Fluksi i shërbimeve spitalore, por edhe vizitave ambulatore u përqendrua më tej në qendrën spitalore Nën Tereza gjatë vitit të kaluar, duke rritur më tej ngarkesën në një kohë që burimet njerëzore dhe ato të financimit mbeten të njëjta. Të dhënat zyrtare nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor tregojnë se QSUT u përball me një fluks të lartë të vizitave ambulatore të specializuara, ndërkohë që përpunoi 44% të shtrimeve spitalore. Sipas monitor, QSUT realizoi 562.397 vizita ambulatore të specializuara ose 48% më shumë se në vitin 2023. Të dhënat tregojnë një rritje të përgjithshme me 43% të vizitave ambulatore të specializuara në 5 spitalet universitare të Tiranës gjatë vitit 2024 me 621.117 vizita, krahasuar me 2023 ku realizuan 435.115 vizita. QSUT mban pothuajse të gjithë peshën e rritjes me 91% të totalit të vizitave. Kjo rritje tregon për centralizim të shërbimeve spitalore në QSUT për pacientët me patologji komplekse, gjithashtu fluksi i lartë lidhet me mungesën e aparaturave në spitalet e tjera rajonale dhe ato bashkiake. Teksa QSUT kryet më shumë se 90% të vizitave ambulatore të specializuara dhe realizon gati gjysmën e shërbimit spitalor në vend, mori vetëm 23% të fondit spitalor që i është alokuar gjithë rrjetit të spitaleve publike për 2024. Centralizimi në QSUT i shërbimeve mjekësore sjell sfida në aspektin e menaxhimit. Nëse volumi i vizitave këtë vit rritet, nevojiten 10 mjek shtesë në QSUT vetëm me ruajtjen e normës aktuale, mjek për pacient. Përqendrimi i shërbimit në QSUT tregon që spitalet rajonale tashmë nuk funksionojnë as për trajtim të patologjive të nivelit të ulët dhe mesatar. Në spitalet rajonale dhe ato bashkiake nuk ka mungesë të theksuar të mjekëve dhe pothuajse mungojnë aparaturat që ndihmojnë në vënien e diagnozave. Në vend që spitalet rajonale të fuqizohen më tej nga viti në vit, ato ofrojnë më pak shërbime, duke rritur më tej ngarkesën në QSUT.